Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Intervist. Në këtë intervist, synojmë të ndalemi jo vetëm tek poezia si vepër, por edhe tek poezia si përvojë, si një zë që ka shoqëruar autorin ndër vite. Pasqyrimi i zhvillimit të tij shpirtëror, estetik dhe intelektual. Përmes bisedës, do të përpiqemi të kuptojmë se si ka evoluar poezia në penën e tij, çfarë e frymëzon autorin dhe si e sheh ai rolin e poetit në botën e sotme. Kemi nderin të bashkëbisedojmë me një poet që mbart në vargjet e tij jo vetëm poezinë si jehon, por edhe përvojën, urtësinë dhe frymën e një jete të tërë, kushtuar artit dhe kulturës. Ai vjen nga Reçi, Malsi e Madhe, një vend ku tradita dhe vlerat kulturore letrare ruhen dhe ndërthuren mjeshtërisht brez pas brezash. Mbi supet e pjekurisë mban bagazhet e bukura të krijimtarisë për kushtimin e ndaj punës, përvojën e jetës, duke dhënë kështu kontributin e tij kulturor vendit ku ka lindur, është rritur dhe vazhdon të jetojë, pra Malsisë së Madhe. Isuf Hebaj, faleminderit që pranove ftesën e televizionit TV Bojnë. Është nder dhe kënaqësi për mua që të intervistoj një zë të njohur të letrave shqipe siç është krijimtaria juaj, me të cilat kam patur rastin edhe të lexoj pra vargjet edhe penën tuaj. Faleminderit ju që na krijoni mundësinë që nëpërmjet televizionit tuaj të lëshojmë zërin tonë. Unë jam një ndër krijuesit e Malsisë së Madhe, me një bagazh pak a shumë letrar të këndshëm, mendimi im, natyrisht. Poezia për mua është një art me vete, është një gjini e vështirë, por që me pëlqen dhe levroj prej vitesh, dekadash në këtë gjini. Me pëlqejnë vargjet, me pëlqejnë rimat, me pëlqejnë metaforat, me pëlqejnë figurat letrare dhe si rrjedhoje i vendos në vargje, në poezitë e mia. Atëherë ne duam të dimë se si ka filluar ky rrugtimi juaj në botën e poezisë, cilat kanë qenë ato shkëndijat e para që ti mendove se unë jam i Zotit që të shkruaj. Unë mund të them i sinqertë, zanafida vjen nga fëmiria. Unë kam thënë edhe në intervistat e tjera që gjithçka ja dedikoj talentit tim, por dhe një mësuesje që ajo më mëkoi tek unë letërsinë, poezinë, prozën e tjerë, të cilat ishin pasion i saj. Dhe ajo instaloi tek unë, dhe unë jam mirënjohës për gjithë jetën. Nuk e kam takuar prej vitesh, por e mbaj mend në fëmirinë time, Zana Dermanin. Ajo më ka ngel një ndër mbresat më të shkëlqyera të jetës sime. Ja e dedikoj shumë poezinë asaj. Nëse mund të thoja, nëse të kujtohet ndonjë poezi ose ndonjë varg nga të para që ke shkruar ose kujt ja ke kushtuar, për shembull shkollës, nënës, babait, edhe pse koha ka kaluar tashmë, por Ne talentin e kemi derdhë për shembull edhe tek artimet në shkollën tetëvjeçare, në shkollat e mesme. Ka qenë talenti jon. Pastaj vargjet e para natyrisht kanë qenë të politizuara, ne ashtu e kemi ndjerë, ashtu jemi frymëzuar, ashtu jemi mësuar dhe kemi shpërthyer pastaj edhe në vargjet tona të para. Vargje natyrisht që sot në moshën dhe pjekurinë që kam thënë më mirë që nuk janë, sepse ato mbartin vetvete edhe një lloj vulgariteti të kohës. Por gjithsesi, ne përpiqemi që t'i ruajmë në kujtesën tonë. Unë kam punuar edhe në Shtëpinë e Kulturës në Reç, janë vargjet e para të cilat unë ja afishoshe, pastaj janë vargjet e para të këngët rapsodike e tjerë, të cilat ngelin sidoqoftë në kujtesën e çdo krijuesi. atëherë mund të na thoni se çfarë ka ndryshuar në stilin apo mënyrën tuaj e të shkruarit gjatë këtyre viteve? Jeta evolon dhe bashkë me jetën evolojmë edhe ne. Evolon edhe mjeshtria dhe poezia. Evolojmë në jetën në tërësinë e saj.
natyrisht ne shkojme drejt përsosmërisë, por sa e arrim atë, pastaj është gjë tjetër. Unë mendoj dhe e them shpesh se e njoh poezinë, e shkruaj poezinë, ose thjesht me mundon dëshira. Unë kam botuar mjaft poezi, kam botuar libra me poezi dhe sot rënditem në krijuesit e mirë të rrethit dhe të qarkut. Natyrisht të shkruash poezinë, siç e thash më lart, është e vështirë, është gjenie shumë e vështirë. Ka shpërthime, ka talente që vërtet janë mrekullanës, ka të tjerë që vrapojnë dhe ne shpesh hasemi në vargje të tilla që vetëm poezi nuk janë, por gjithsesi kohet moderne i sjellin dhe ne sot i ruajmë mes vedit, kemi një lloj konformizmi, ose e pranojmë, a kupton, dhe shikojmë shpërthimet tona të para, mbase edhe nga kjo pikpamje edhe ne ju qasemi ose i qasim pranë vetes që të krijojmë një mundësi që edhe këta nesër të jenë poetët e ardhshëm. Mirë, atëherë, unë dua të pyes se cilat janë temat që ju prekni më shumë në vargjet e tuaja, pra, është drama apo... Unë poezia është gjenia që unë e lëvroj, është gjenia që mua më pëlqen, nuk ka se nuk më pëlqen romani, proza, edhe gjenitë e tjera, por kësaj i kam kushtu vëmendjen dhe këto jam i përqendruar. Tema e poezisë është frymëzim. Është në varësi se si mbartet poeti, se si mbartet poeti për të shkruar një poezi. Poezia vjen nga soditja e natyrës, poezia vjen nga duke lexuar, është domosdoshmëri. Nuk mund të shkruash poezi nëse nuk je njeriu që e lexon librin, sepse nëpërmjet librit gjen frymëzimin, nëpërmjet kontakteve me njerëzit e gjen frymëzimin, nëpërmjet kontakteve me natyrën absolutisht që e gjen frymëzimin. Pra poezia është një gjeni e mahnitshme, është një gjeni që të rrëmben, edhe është një gjeni që ti ke zgjedhur çastet më të bukura të jetës, duke shkruar, duke derdhur frymëzimin tënd me një copë letër. Mirë, atëherë, unë dua të pyes gjithashtu, a keni ju një kohë për të shkruar pra të cilën e keni bërë rutinë, apo shkruani vetëm spontanisht? Unë këtë po përpiqesha të thosha, nëpërmjet të leximit vjen edhe frymëzimi, nëpërmjet soditjes së natyrës, nëpërmjet kontaktit me njerëzit, vjen edhe frymëzimi. Poezia e ka vendin kudo. Poezia të befason, poezia nëse ti nuk kap frymëzimin e momentit, poezia rrëshqet, të ik nga dorë, të ik nga mendimi, sepse është frymëzim. Poezia është frymëzim. Siç e thash më lart, poezia është frymëzim, është metaforë, është një figurë, ndryshe nuk mund ta quajmë poezi. Atëherë, pasi e keni shkruar një poezi, a ju ndodh që të ktheheni prapa dhe ta redaktoni ose të shtoni diçka? Shumë herë. Edhe atëherë kur ti mendon se unë me këtë poezi kam arritur të jeme, ta quaj të suksesshme, me vonë e shikon që ka diçka që edhe mund t'i shtohet. Unë do të sjellë në vëmendje një poezi që më mundonte prej kohësh, domethënë mas 20 vitesh që jam rikthyer për ta botuar, dhe unë kam debutuar në një nga librat e mia. Pas 20 vitesh që jam rikthyer. Një poezi që më mundonte sa herë. Dhe kam tashti për shembull, kam në memorien time kam shumë frymëzime të ruajtura që
e kam skalitur deri diku, po nuk arri, domethënë, në përfundimin e saj. Ajo më mundon vazhdimisht më vjen në kujtesë, vazhdimisht më vjen bashkë me rrimat, bashkë me figurat letrare etj që një ditë mbase edhe ajo do të shpërthej. Cili është raporti juaj me rimen dhe strukturën tradicionale? Me pëlqen rima. Me pëlqen rima. Rima është një poezi shumë e bukur. Ndoshta është shtysa e parë për një poet. Më pëlqen Vargu i Bardhë, natyrisht është me kuptim plot. Dhe sot njeriu poeti kur arrin një lloj stadie dhe i qaset, me tepër Vargu të Bardhë, është me kuptim plot. Atëra mund të na tregoni se sa libra keni botuar deri më sot dhe cilin nga këta libra poetike cilësoni ju si më të mirin, por që edhe lexuesve ju ka pëlqyer më shumë? Unë kam botuar 8 vëllime poetike, kam një prozë, një monografi të botuar që në kohën e hershme, në vitet e një sistemi tjetër politik, dhe po përpiqem që sot mbi konturet e kësaj monografie të ndërtoj një monografi të re për një dëshmorin e luftës së Reçit Rifat Nuzi. Po përpiqem që nëpërmjet kësaj monografie të paraqes shumë gjëra të reja që më parë ndoshta edhe koha na i pa mjaftueshmëri, na i sjellën në pa mjaftueshmërinë e saj, duke qenë një fije më të izoluar në marrjen e informacionit ose për vetë kushtet e imponuara etj. Dhe sot ndjej veten më të lehtësuar sepse e mendoj se do paraqes një monografi të bukur. Natyrisht unë jam qasur edhe një monografie tjetër, Malësia dhe Malësia e Madhe. Jam jo në tentativë, po në fillimet e një romani që dëshiroj të jetë befasues. Një surprizë për lexuesin, megjithse lexuesi tek ne, të them të drejtën, edhe është i pak sepse si në të gjitha sferat e jetës edhe tek libri, duart e politikës janë fije më të gjata nëpërmjet mjeteve të tyre funksionale, në dispozicionin e tyre i kemi pranë vetes një sfidë. Tek vëllimet me poezi, mua më pëlqen si tek libri i parë dhe si tek libri i fundit, ka vjersha që, si më thanë, ne i ruajmë në memorje, se natyrisht jo të gjitha njeriu mund t'i ruajë, po janë disa më mbretëlanëse që ne i ruajmë, i paraqesim me tema nga e kaluara. Më pëlqen një poezi, Balada e Gjyshes, Rahaja e nenës, Shtëpia e nenës, që më vinë në kujtesë. E tjera poezi, Lisi i Moqëm, poezi që domethënë tek Ura e Zhajës na ishte një lis me temë historike etj. Pa janë disa poezi që njeriu i ruan në vetvete, por që nuk mund të themi që kjo poezia është më e mirë ose ky vëllim është më i mirë. Është si puna e një prindi që gjithë ata kalamajt i ka të mirë, i ka të tillë. Atëherë unë dua t'ju pyes gjithashtu, a keni marrë pjesë në manifestime kulturore letrare të organizuara në qytete të ndryshme të vendit, por edhe jashtë saj, siç mund të jetë për shembull në Kosovë, Maqedoni ose Maltëzi? Po, unë jam paraqit edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë, unë jam paraqit në konkurse. Natyrisht për sa jam paraqit edhe jam e vlerësuar, edhe jam e shumë mirënjohës. Nuk është se jam shumë aktiv në lidhje me ato, unë çfarë mendoj dhe çfarë shkruaj. Është më tepër poezia është një dhuratë e natyrës që ma ka ba mua, falë edhe talentit tim. Dhe unë nuk është se i kushtoj shumë vëmendje, ndoshta
ky pjarm duhet ishte, duhet ekzistonte edhe tek unë, por ja që nuk ashtë se e ushqej shumë mendimin për një gjë tillë. Ajo që unë shpreh dhe më vjen keq është lexuesi i pakt. Sot ka mjete nga ma të ndryshmet, më të sofistikuara, më të shumë më të avancuara që njerëzit i majnë nëpër duar, por unë mendoj se libri nuk mund ta zëvendësoj as edhe një lloj mjeti sado zbavitës tjetë ai, sado informativ që tjetë ai. Libri është i pazëvendësueshëm. E vërtet. Si e shihni poezinë sot ju në kohët moderne? A ka ndryshuar rëndësia e saj për lexuesit? Poezia është një zhanër i vështirë. Poezia varet tek mjeshtria, talenti i autorit, tek bagazhi i tij. Ne kemi poezi shumë të bukura. Ne kemi autorë që shkruajnë poezi mjaft bukura. Ne kemi pas autorë qysh nga rilindja, vjershat poezitë e tyre janë pa shoqe, janë shumë breslënse, të cilat i ruajmë në memorjet tona. Por edhe sot në ditët e sotme, ka autorë nga ma të ndryshëm që shkruajnë dhe levrojnë poezinë në mënyrën më perfekte. Siç e thash edhe më parë, gjithçka në jetë evolon, po edhe natyrisht edhe poezia evolon. Natyrisht. Unë kam pas fatin, e kam njohur, po marr si shembull Mojkom Zeqan. E kam njohur në fillimet e tij, por edhe në fundin e tij. Ka një evolim të papamë. Është një ndër më të sofistikuarit poet. Natyrisht ka përmasa, ka dimensione ama të ndryshmet, por thjesht tek poezia e tij shohim ndryshime të mëdha, shohim një evolim të jashtëzakonshëm të poezisë së tij. Edhe mjaft autorë të tjerë, po ne kemi shembullin ton, shembullin konkret duke nisur nga Naimi Çajupi e tjerë deri tek Dritor Golli i madh, te Ismail Kadareja padyshim, por përmenda Dritor Gollin pasi ky e shquhet tek poezia. Më pëlqen, natyrisht më pëlqen më tepër ndoshta se autorët e tjerë, Fatos Arapi, Kongoli më pëlqen, janë Pretzogaj më pëlqen, janë disa poet. Nozgjetja, poezia Nozgjetos më pëlqen jashtëzakonisht. Po më pëlqejnë edhe tjerë kritikë të letërsisë, për shembull, mendimtarë të letërsisë të artit. Absolutisht. Unë kohët e fundit, unë nuk e njoh, personalisht nuk e njoh Primož Shllakun, por më pëlqen shumë si mendimtar, si një studiues i historisë dhe i letërsisë. Për mua është një ndër më të mirët që ne e kemi në gjirin tonë. Dhe më duket e largët një ditë që ta pi një kafe me te. Ne kemi moshë të shihemi me njëri tjetrin, po gjithsesi e më mirë vonë se kurrë thonë. Ose kemi kompozitorë si Zef Çoben, kompozitor që vërtet është shumë breslans, është i paarritshëm. E shumë të tjerë, kam pas fatin, kam njohur Pjetër Gacin si kompozitor. Kam pas fatin dhe më tregonte fillimet e tij, më tregonte kur kompozonte këngët. Kam njohur shumë poet, kam në kujtimet e mia ruaj veçantësi për poetin Lirim Deda, domethënë që është një ndër kujdestarët e mi dhe është një ndër shtytësit e mi të shkryerjes së poezisë. Në redaktorët e parë, Hysni Milloshi. Hysni Milloshi ka bërë redaktimet e para të poezisë sime. Unë ndjej një lloj krenarie mes veti që i kam njohur, Nashe Jorgaçin e kam njohur personalisht. Milena Ukallupin, e shumë poetë të tjerë që në këto momente natyrisht që si kaloj dot të gjithë, por ruaj ato respektet dhe kam marrë nga ata.
Kam marrë nga ata. Kam marrë nga ata dashurinë për poezinë, që është thelbësorja. Atëra mund të na thoni se sa vend zë libri këtu në Malësi të Madhe, pra dhe a bëhen promovime kulturore në ndonjë. Malësia e Madhe mund të jetë rekord në promovimin për librin. Por ajo që më shqetëson mua është cilësia e librit. Në pikpamjet e mia, në formimin tim prej poeti, libri ka mangësitë e veta. Pretendimet për të shkruar janë të mëdhaja, por ajo çfarë derdhet në letër është gjë tjetër. Kemi një lloj, thash edhe më lart, kemi një lloj konformizmi mes veti, mes kolegëve, le ta quajmë kështu. Dhe e pranojmë një teori të një poeti tonin malsor, Gjek Marinajt, që ne merremi me anët pozitive të veprës, pastaj ato problematikat janë një gjë tjetër. Dhe këta i arreston për arsye të kohës, në dispozicion të njeriut. Por unë them që ne do ta godasim gjithë në momentet e para, sepse është një kohë e humbur që ne i kushtojmë një fushë që ne nuk e njohim. Edhe unë që po e flas teorikisht, në përgjithësi, pa shembull konkret. Pasi edhe në intervistat e tilla nuk është se ja vlen, por gjithsesi intervista shikohet nga ata që ti nuk mund ta parashikosh, edhe mund të ketë edhe efektet e veta. Unë nuk dua të frenoj asnjë talent të ri, absolutisht. Por të lëvrosh mbi poezinë është e vështirë. Është ndër gjinitë më të vështira, më të bukura, natyrisht, por është e vështirë. Poezia është metaforë edhe figurë. Ndryshe janë thjesht vargje të renditura 1, 2, 3, 4. Cilat mendoni ju se janë vështirësitë më të mëdha ose sfidat më të mëdha që përballet sot një autor i librave ose edhe i poezive, pra? Vështirësitë relative janë, vështirësi nga ma të ndryshmet, po ajo më kryesorja është mundësia për të botuar. Kjo është mundësia për të patur një redaktor libri që ka merit si redaktor. Sepse sot ne i qasemi redaktimit, redaktuesit i qasemi kujtdo. Por natyrisht që redaktori nuk mund të jetë veçse një profesionist i mirë. Ky është redaktori. Dhe ne përveç se do të pranojmë redaktimin e librit, ne do t'i qasemi me konsulta atij. Ndryshej, vepra do të jetë një vepër mediokre apo edhe në këtë nivel. Mund të jetë për arsye sepse mungon ky redaktim, mungon ky redaktues. Jo se mungon si individ, por shikon dyndjet që bahen, kërkesat e shumta nga autor që, siç e thash, janë me nivel të dobët dhe fryma e tyre konformiste për mos të ardhur në atër atij e bën atë, kupton, që aty shmanget një mundësi redaktuese. Shumë mirë, atëherë edhe për të gjithë teleshikuesit sigurisht kur do të kemi mundësinë që të kemi një libër tëndin të ri në dorë? Së shpejti apo? Unë shpresoj që brenda vitit unë do të paraqitem me një vëllim. Do të dëshiroja shumë të paraqitesha me prozë, po proza e kam pak më të vështirë, për arsye sepse nuk e kam kompletuar akoma, por me një vëllim poetik unë brenda vitit 2025 patjetër që do të paraqitem tek lexuesi.
Dhe së fundmi, cili është mesazhi juaj për të gjithë të rinjt që e duan artin e bukur e të shkruarit, për autorët e rinj që sapo kanë nisur hapat e tyre në botën e magjishme të poezisë? Unë them që nëse ti i futesh rrugës së të shkruarit, poezi apo prozë, gjaja e parë është që të krijojmë një bagazh personal, të krijojmë një personalitet letrar. Dhe personaliteti letrar i letërsisë nuk mund të krijohet pa patur në dorë librin. Nëpërmjet librit, ky është mendimi dhe gjykimi im dhe thirrja që ju bëj të rive. Mos u largoni nga libri, se nëpërmjet librit ju mund t'i qasini jetës. Atëherë unë të falenderoj shumë për këtë intervistë ngrohtë që zhvilluam së bashku dhe shpresojmë që kjo të mos jetë intervista jone e fundit. Edhe një herë ju falenderoj për mundësitë që na krijoni, që të flasim nëpërmjet televizorit tuaj dhe ju urojmë suksese. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen dhe së bashku takohemi në intervistat e radhës.